E di që është kjo jetë, dashur vëllezër? Na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e mund një shembull shumë interesant. Tha, 2 persona zonë në mëngjes. Dhe prej mëngjesin deri mbrëmje, njëri është rob i dikujt tjetër. Është rob i njerit, rob i pasurisë, rob i dunjas, rob i pushtetit. Kurse tjetri tha, ka zgjedhur me kanë rob i Zotit Madhreshëm. Zgjohet në mëngjes, parin obligim me kryen ndaj Zotit Madhreshëm. Ja fal namazin që ka bërë Zoti farz. E pastaj mirët me çështën e dunjas. E fal drekën i sinë akşam Yasin. Dhe ku vjen me fjet, ky e ka mbyll një ditë si rob i Zotit të Madhreshëm. Si një krijesë që nënshtrohet krijuesit vet. Kurse tjetri i cili u zgjon mëngjes, s'ja ka fal namazin e sabahit Zotit Madhreshëm, ju ka bërë rob njerit gjatë ditës 500 herë, edhe në mbrëmje flen rob i dikujt tjetër. Dhe merre me mend se si mund me pëshu nesër jetë ati në ahiret. Se si mund me u shpërbly nesër jetë ati kur të llogaritet para Zotit të Madhreshëm.